Si prezantohesh? Kush je ti? Okej, një pjesë e njerëzve u njohin, një pedagog në Universitetin e Tiranës etj, po unë do doja pak më shumë. Do them, kush është familja jote? Tani, unë kam lindur në Tiranë në 11 nëntor të vitit 1981 nga një familje e përbërë nga imat që ka punuar oficer. Oficer ushtarak? Oficer ushtarak. Kabiles ka qenë pak kohë edhe pedagog në Shkollën e Bashkuar. Dhe si quhet baba juaj? Muhamet Qori. Nuk si emri i orë. Po se di ndoshta. Unë jam diplomuar, do të thënë edukimin e parë, sepse pastaj kam bërë kapërcime të tjera, unë kam ushtarak dhe tani po më vjen pak si emri i dyert. Ndoshta jo ka dhënë mësim, nuk e di. Po ndi që nga fundi viteve 80 ka dhënë disa vite mësim në Shkollën e Bashkuar. Ka qenë me profesion inxhinier, ime më po ashtu ka qenë inxhiniere. Do thënë ishte inxhinier, qepte mësim aty? Ka qenë oficer, po ka pasur një shkollim dytë si inxhinier mekanik, domethënë. Se kështu ishte sistemi në atë kohë, domethënë dhe pedagogët edhe domethënë. Jo, ishte shkollimin e parë që ishte për oficer, domethënë, por pastaj rrugës për shkak të punës që bënte, ju desh bënte një shkollë. Dhe ai jetonte në Tiranë. I mat ka ardhur nga një fshat i Tepelenës. Nga cili fshat? Gusmar i Kurvelesit. Ime më ka qenë inxhinier, ka lindur në Tiranë, po me një familje me origjinë nga Përmeti. Nga Përmeti. Ime më. Shumë jeni ju përmetarët më burr. Edhe Tepelensit. Po se di, po fatkeqësisht janë zona të shpopulluara shumë, domethënë, kështu që bie që më shumë përmetari Tepelenas gjen Tiranë sot se sa. Kam vetë damar nga Përmeti, gjyshe ime nga Përmeti, kështu që. Se sa radhë vend, Po dhe unë jam rritur në Tiranën e funditeve 80, aty kam kujtimet e para, ku e kishe shtëpinë? Mbrapa ishte ambasadës italiane, ku sot është ambasadë amerikane te rruga Budi, në një vend ku i privilegjuar pas ke qenë. Po tani, familja ime i përkesë shtresës mesme të asaj kohe, që nëse mund ta quajmë privilegj nuk e di domethënë. Mirë po unë mbaj pedagog në akademi është shtresë e lartë. Se the rroga duhet të qenë mashallah një 12.000 lekë në atë kohë. Me gjas, pas keni jetuar shumë mirë. Por ama unë di që unë si gjithë tjerët haja bukë sheqer e ujë në fund ditës. Ishte aq keq. Bukë sheqer e ujë, po e mbaj me po. Babin pedagog në shkollë. Po, s'kishte asgjë, po. S'kishte asgjë në dyqane. Bukë me sheqer me ujë? Bukë sheqer e vaj patjetër, po pastaj në ca kora, nga ekstremi fare, fillim 90-a e kështu me radhë, shkuam gjithë tek unë jetoja në Tiranë. Bukë sheqer e ujë. Unë jetoja në Tiranë, kështu që. Unë kam ngrënë bukë sheqer. Djali një pedagogu nuk besoj, do të nuk e besoj. Ju e dini shumë mirë që ato ka pas kollona. Po ishim unë, im vlla, prindrit edhe halla e fonte me ne. Jo sa fëmijë ishit? 2? 2. Jo, do të jetonit shumë mirë. Po tani çfarë them unë, kujtimet e mia këto janë që ndër të tjera, ndër të tjera, sigurisht jo për ditë, po ju kishit shtëpinë pallat afër ambasadës italiane ose amerikane, se ata e morën në rrugën Budi aso kohë. Mos të ka rënë rasti që të kesh parë atë në qershor të vitit 1990 atë Skodën? Po, e kam parë. E ke parë me sytë tu? Patjetër, po. Ti je dëshmitar? Po. Skodën te ambasada italiane, po. Jo te ambasada gjermane, te ambasada italiane, po kam qenë. Ambasada italiane po them unë. 9 vjeç, po e kam parë. Se ambasada gjermane mori famën, po në 23 qershor. Mbaj mend turmën e njerëzve që vinte vërtall aty, po. Luan Laze bashkë me një grup shokësh të tij dhe më Buran Kalaj që ka vdekur i shkreti, ishte iniciatori dhe unë i ka rënë ambasadës amerikane sot italiane me Skod, me Saurel. Dhe në fillim bënë një manovër se nuk donin të shtypnin policat që ishte. Herën e dytë i ranë dhe sepse makina i ka rënë nga mbrapa, po. I ka rënë nga mbrapa. U kam qenë 9 vjeç. Do kam lidhur 81 në 90. Okej. 8 vjeç e gjysmë. Si përjetova? Ti qenë për po mbaj mend shumë çka sepse nga rruga ime, nga rruga Budi kalonin edhe protestuesi kur shkonin në qytetin studentë. Do të ti kishe te rruga Budi apo te rruga Budi? Nga ambasadë, brapa ambasadës, po edhe makina nga mbrapa ka ardhur për Tiranë. Pra nuk ka ardhur nga rruga kryesore, ka ardhur nga mbrapa, ka qenë një rrugë aty dhe i ka rrozuar murin. Makina ka ardhur nga rruga Elbasanit. Dhe pasaj ka qëlluar aty dhe pasaj do të bëri një larg, bëri nga rruga Budi, erdhi përsëri dhe pasaj i ka rënë kështu. Dhe ti e mban atë moment? Mbaj mend shumë gjëra. Sa ishte ora? Ka qenë ndoshta mesditë tani, mos e egzagjeroj tani edhe me orën e saktë, por në kujtimin tim ka qenë mesditë. Sa ta i morën për të dhëur, Ti kishe njerëz të tjerë aty se po më fut në një gjë tani që po më ngacmon shumë. Do të Alin Qori, dëshmitar. Po ki parasysh asaj kohe prindrit shkonin në punë. Më të madh që ka ngrënë regjimi asaj kohe. Prindrit asaj kohe shkonin në punë, kështu që un kam qenë pas shkollës ose jo, mund të ketë qenë pushimi i shkollës sepse ka qenë qershor, domethënë, si soni ju. Qenë pa shkollë, në kuptimin kishte mbaruar. Pa shkollë, por ne rrinim me çelës në qafë atëherë, në kuptimin mund të ishim klasë parë, klasë 2, nuk është se kishim njëri kush kujdesej për ne, domethënë rrinim tu vajzash djemsh aty te oborri pallatit luanim. Kemi pas luajtur edhe te një fushë midis ambasadës asaj kohëshme italiane dhe Muzeut Marksizëm Leninizmit që sot është
Ambasada italiane. Aty ka qenë një fushë, luante gjithë lagja. Ç'është bërë pallati? Janë bërë 4 pallate aty. E kanë zaptuar. Një nga fushat që kanë zaptuar ka qenë fusha ku unë kam luajtur gjithë fëmijërinë time. Domethënë ti do këndosh këngën Tomka dhe shokët e tij, tekstin e këngës në kuptimin e shekullit 20, po, një farë Tomka dhe shokët e tij në shekullin 20, ku Gjermani janë oligarkë. Arlin Qorri pas ka qenë Tomka dhe shokët e tij viteve 80 te godina e ambasadës amerikane diku italiane. Jo aq të guximshëm tani. Të jemi me këmbë tokë, ishin vetëm dëshmitar të asaj ngjarje, po unë mbaj mend njëkohësisht. Keni detaj të asaj ngjarje? Kur është rrëzuar monumenti Enver Hoxhës, unë kam qenë te kjo fusha dhe kam parë lumin e studentëve. Ai që ngjiten lart. Jo, që zbritën poshtë. Kur zbritën nga qyteti studenti, që shkuan për të rrëzuar. Tani mbetemi te makina që qelloi portën. Tani çfarë përjetimi, domethënë si e përjetove të thonë? Si më një fëmijë 9 vjeç. Në kokën time ka mbetur vetëm imazhi i makinës që ecën me shpejt dhe përplaset dhe pastaj zhurmës së njerëzve dhe kaq. Dhe mbaj mend sigurisht edhe në ato ditë para dhe pas asaj ngjarje, shumë njerëz që vinin vërdall në lagje se donin të kërcenin brenda. Këtë e mbaj mend, po tani mos e egzagjeroj, sikur ka ndodhur dje dhe unë mund të them detaje për çdo gjë. Po mirë, kjo duhet të ketë mbetur në mendje ty që nga ai moment ambasada u rrethua me 600 policë. Edhe bësh shërbime aty. Keni parasysh diçka? Shkoj ti në shkollë, shkoj policë. Një fëmijë i mbeten mend gjëra të ndryshme krahasuar me një të rritur, kështu që kujtesa ime mbetet kaq. Sigurisht jam rritur, si thash, në këtë Tiranë shumë të varfër, por solidare, me njerëz që kërkonin më të mirën për veten e tyre, që shumë prej tyre filluan të emigronin. Jo, stop. Që kishte pasiguri, kishte shumë gjëra tjera. Ishim familja jote, ishte kundër regjimit? Familja ime, me sa më kanë thënë, sigurisht, i matë ka qenë antar partie, ime më jo. Ishte komunist? Ja, ishte antar partie, po. Ime më vite... Ishte detyra si komunist? Nga këto sekretar... Ka qenë pak vite ka qenë edhe sekretar partie. Ati në akademi? Jo në akademi, më para, kur ka qenë në një divizion, në një repart. Ime më vinte nga një familje me tatin partizan dhe me xhaxhain të burgosur politik, kështu që kishte një, si thua... Po ku punonte mamaja juaj? Mamaja ime punonte në një uzina tankeve, quhej inxhiniere mekanike ishte aso kohë. Kam bërë një praktikë atje, se ishin këto uzina. Unë mbaj mend që kam pas shkuar i vogël nga herë te puna e time mëja dhe kam futur edhe në tank një ca herë brenda. Në tank brenda. Do të ke provuar tankun brenda. Si çfarë përjetimi ke, domethënë? Klaustrofobi, domethënë ishte një vend i errët me shumë mekanizma brenda. Kishte frikë. Sigurisht frikë ishte. Po për familjen time, unë me timat kam folur herët për politikë edhe e di që ishte në vetvete ishte kritik. Ishte kritik i aspekteve degraduese të atij regjimit, të dhunës. U ka përshtypjen që pritet e mi për herë të parë kur kanë votuar për PD-n. Për herë të parë. 91. Besoj se po. Po në zgjedhjet e 31 marsit, 1991 kanë votuar për PD-n. Po pse besoj? Pse nuk po sepse ishin të pakënaqur me represionin, me frikën, me degradimin, me gjithçka. Dhe ki parasysh, aso kohë shumë njerëz kishin shpresë. Sidomos pastaj edhe njerëz të arsimuar me gjas, po 91-92 ka votuar PD-n, pastaj besoj kam votuar kundër PD-s, sepse prindit e mi pastaj në 92-shin i mori fshesa, e heqën nga puna, i nxorën disa vite pa punë, kemi qenë shumë vite në varfëri. Ai ka qenë momenti i vështirë, domethënë. Po me çfarë morën prindet tu? I mat filloi të merre me tregtit vogël, me shumë pak gjëra, ime më pas pak viteve profesori, po. Ime më pas pak viteve arriti të ri futej në punë si inxhiniere mekanike, mirë po kemi kaluar sigurisht vështirësi ekonomike, mirë ka pas një gjë që shumë kush i varfër aso kohë, kështu që nuk kishte stigmë sociale, nuk është si sot që një njeri që është i varfër ja bën gjithë me gisht. Aso kohë ishim edhe në vitet 90, diferencat ishin shumë më të pakta. Më i pasur në Tiranë kishte i Bencë, më kupton, nuk është se... Nuk kur votuat për herë të parë? Unë do kem votuar ndoshta në vitin mbase 2001, tani nuk e mbaj mend. Në zgjedhjet e 2001-shit. Ka mundësi, po. Ose 18-19. Për kë votuat? Tani unë nuk dua ta deklaroj kështu votën time për parti. Ja, këtu kam ngulur. Ja, pa këtu. Por le t'ju them diçka, kam votuar gjithmonë për outsider, domethënë kam votuar gjithmonë për këto parti të vogla, të reja. Do të ti nuk e votuar PD dhe PSD 2001. Po kë ke votuar? Na e tregon. PSD. Tani vota është e fshet dhe vota është e fshet ajo 11 majit, po jo ajo 2001. Eci përpara. 2001-shit. Se tregova. Ecim përpara. Mos këm ngulur, në? Okej, po si u arsimuat ju?
Ju rësimot në Tiranë? Bëra një provim. Gjimnazin? Gjimnazin e Ismail Qemali. Ismail Qemali? Bëra një provim me mirat të tjerë për të hyrë në degën e shkencës politike, cila sapo ishte hapur. Po pse në politik? Po se më pëlqente shumë. Të merreshe me politikë? Jo të merreshe me politikë, studoja politikën. Departamenti ku punoj sot edhe si pedagog është departamenti i shkencës politike, që thotë e ka objekt studimi politikën, jo ushtrimi politikën. Edhe unë kam pas shumë qef historinë, që i vogël, lexoja historinë, po, edhe mu duk një zgjidhje shumë e mirë që... E studion akoma historinë? Po, më pëlqen shumë e lexoj. Po, mbaroni këtë që të them. Kam studiuar për shkencë politike, kam hyrë në provim, sa kohë futesh në shkollë me provim, në vitin 2000. Po, me konkurs. Kur jam futur unë, kam hyrë bashkë me mirat të tjerë, edhe sigurisht kam konkuruar në disa degë, fitova të 3 degë. Në Universitetin Tiranë, jo jashtë, asnjë s'ke garuar. Jo. Po? I ke fitova të 3 degët, fitova edhe për financë, edhe për gazetari, edhe për shkencë politike, dhe zgjodha shkencën politike. Pse zgjodha gazetarinë? Po e kisha, po më duk si më e plot shkenca politike që përfshirë sa e kishe mesatare në fund të diplomimit? 9.3, 9.4, ndoshta nuk e mbaj më të mirë, domethënë. Po tani më ngasova me këtë të historisë. Cili është momenti historik më i rëndësishëm, më delikat që kombi shqiptar, populli shqiptar, shoqëria shqiptare e ka zgjidhur keq? Po tani është e kanë qenë mirë në histori tani, unë do ta bëj këtë pyetje ty. Dakor, po këto pyetjet e thjeshta në fakt janë pyetjet më të vështira, si thua. Unë bëj pyetje të vështira, prandaj kam thirrur të bëj pyetje të vështira, pyetje të lehta. Më të rëndësishëm, po ne besoj kemi pas një problem që rilindja jonë kombëtare, kuptimin edhe si veprimtari organizuar politike ka nisur një çik më vonë, e duke qenë se kemi filluar pak më vonë se fqinjët tanë, kemi qenë të ekspozuar ndaj grabitqarisë së fqinjëve tanë. Kështu që revolucioni grek në 1821, Serbi një çik më herët, çik më vonë, krijoi fizionomia e shteteve kombe. Ne, për shumë arsye komplekse, historike, e nisim një çik më vonë edhe vazhdojmë t'i paguajmë kusuret. Pastaj gabime sa duash. Jo, nëse ti do dohet ta kishe ti dorë, këtë do ndryshoje. Më do ndryshoja, sigurisht më shumë gjëra do ndryshoja unë, po. Jo, atë momenti më të rëndësishëm për kombin theme, jo gjëra kështu. Unë do doja që lëvizja jonë kombëtare, jo vetëm intelektuale, se intelektualisht ne kemi filluar mirë, por politike, unë do doja që diçka si lidhja e Prizrenit ndodhte më përpara, më kupton, disa dekada më përpara. Po jo, ajo ndodhi në 1878, por në fakt nuk pati rezultat. Po të fillonte më përpara, do kishte edhe rezultat, do kishte shumë gjëra. Mirë, po kjo është me sigure, tani historia nuk bëhet me sigure. Nuk bëhet me if. Kaloj. Dhe pastaj ju krijuat familjen tuaj dhe filluat punë, gjithmonë keni punuar pedagog? Kam punuar pedagog, më thënë nga viti 2005. Tani nuk e ndihmoni ndonjëherë babin me atë tregtinë e vogël? Jo, po imat punonte në një dyqan që ishte. Po pra ti nuk shkoi ndonjëherë atje që thoshte babit pushonte pak në shtëpi? Jo. Ideja është nuk e bën një punë. Jo, dipse se unë isha i gatshëm ndihmoja prindrit, më prindrit e mi nga që donin shumë shkollën, më thoshtin puna jote është shkolla. Nëse ti mirë shkollohesh, çdo sakrificë jona është krejt në rregull. Pra nuk më kanë lënë prindrit. Pavarësisht se një pjesë kohës kemi qenë vërtet varfër, prindrit më kanë thënë çdo minutë e jetës tënde që mund ta përdorësh për të lexuar dhe për të shkolluar, përdore për të, se të gjitha punët e tjera do i bëjmë ne. Të vinda turp që ishe i varfër? Jo. Po sepse kur unë isha i varfër, familja jonë ishte e varfër, 90% e Shqipërisë ishte e varfër, kështu që nuk turp është kur je një pakicë. Po sot je i varfër? Jo, i përkas stresës mesme. Çdo më thënë që i përkas stresës. Kam një pagë që është që paga mesatare në Shqipëri sot është. Jo, sa është paga jote? Ja ta them unë, pra, ta krahasoj me pagën mesatare. Paga mesatare në Shqipëri është 830.000 lekë të vjetra, paga ime është 1.100.000 lekë, kështu që i përkas stresës mesme në 1.100.000 lekë ti thua ja del kështu me dy fëmijë mos e po. Dy fëmijë. Po. Se edhe bashkëshortja sigurisht do kesh në punë. Po. Bashkëshortja çfarë profesioni ka? Kemi qenë shok klase bashkë, shkencë politike, punon në organizata ndërkombëtare. Si duket ajo më shumë se ti? Po, paguhet më shumë se unë, po ja dalim. Gjithsesi. Po si e dele ose pritani po tani kemi e para jetojmë në një shtëpi me qera, nuk harxojmë shumë me qera, po. Ti je shtëpi me qera? Po. Po pse? Shtëpia e babit nuk u merr, sepse është shumë e vogël për ta mbajtur gjithëve. Edhe prindrit e mi, edhe ne katër në familjen tonë. Po si është stresë mesme ti që ke pa shtëpi? Po mirë, në të ardhura, stresë mesme i bie, shumë shqiptarë janë pa shtëpi. Pastaj jetohet shtëpia edhe me qera, nuk është problem domethënë. Je i kënaqur me jetën që bën? Shumë. Jashtëzakonisht shumë. Sepse bëj gjëra që kam pasion. Lexoj libra, edukoj studentët. Sa libra ke në shtëpi? Tani si, po mbi 1.000 patjetër tani.
si kam shumë vite që nuk i numëroj. Kur i kam numëruar para ca vitesh ishin. Bëj një inventar se libra nuk je 25 vjeç, ti ke kaluar 40 dhe tani bën një inventar sepse ti je njëri që lexon. Jo, je njëri që lexon. Libri është. Po unë lexoj. Ose Umberto Eco që kam shumë libra, kam edhe shumë fotokopje librash, kam edhe shumë libra që kam lexuar online në PDF, kështu që cili është libri që ke më shumë për zemër që flet për Shqipërinë? Nuk shiko, kur lexon shumë, siç më është dashur të bëj mua për profesion, është vështirë thuash ky libër, më kupton? Gjithsesi, okej, cili është autori yt më i preferuar? Shqiptar. Nuk do të thënë, po të marrim kështu letërsi, sigurisht Ismail Kadereja, sepse kam të thjesht aty. Edhe aty gara është e thjesht për të vënë gishtin, do kupton? Megjithëse për poezinë do zgjidha Migjenin pa pikën e diskutimit. Beqë më thej për librat historiografike, kështu më ka lënë bresa libri Kristof Rasherit për të majtën, historinë të majtën në Shqipëri. Historinë të majtës, i ka bërë. Kështu që është libri i mirë, historik. Edhe sepse kam përshtypjen Frashëri është dikuar që nga historiografia e Erik Hobsbawmit, që është vërtet një historian me reputacion të madh në botë. Kështu është vërtet libri i mirë. I ka rrëfyer ndonjëherë këto gjëra për veten tënde? Po, s'm kam pyetur. Kur më pyesur, pjesërisht tek këtu këtë një gjë, po, beqë ky diskutim nuk shkoi nga programi, po përqendrohet tek. Jo, hajde më mirë. Po më shkruaj nga gjë, po këto janë më interesante se çfarë do thot pikat e programit Alin Qori që i thot në çdo intervistë.